Përshëndetje dashur miq të Antena TV, rikthehemi sërish për shkak të disa ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur qoftë ditën e djeshme, po të aktualitetit, pra atë që kanë bën me drejtsinë, por edhe me politikën apo me real politikën që i themi ne, siç janë protestat dhe raporti që kanë jo vetëm Partia Demokratike, po dhe Partia Socialiste me ndërkombëtarët, çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në protest, si ka qenë protesta, a ka një lidhje protestës djeshme, pra tema që do diskutojmë sot është a po kërkohet apo lypet 21 janari 2 për shkak të ngjarjeve që kanë qenë deri diku të dhunshme, përdorimi i molotovit që është në masë i rrezikshëm, pra kemi parë operatorë që janë përfshirë në flak, kemi parë policë, pra forcave shqiponja, po edhe të ndërhyrjes shpejt, kemi parë deputet të dhunuar që kanë qenë pengesë apo jo për policinë e shtetit, e cila dhunës e ka të ligjëruar që dhunën ti përgjigjet me proporcionalitet, pra po ta kapim nga ligji, nëse protestuesit do hedhin molotov, policia, sipas ligjit, duhet hedhin molotov kundra protestuesve, po për shkak se molotovi është një objekt jo ligjor, pra veprimtari kriminale, kanë përdorur gaz për të cilët opozita ankohet se gazi lotësjellës ka qelluar i skaduar. Në studio kam mikun tim, zotin Ervin Karança, është jurist dhe ju e njihni shumë mirë, jurist i nderuar dhe i cili her pas here është pjesë e stafit ton për konsulent sa i përket në raporte me çështje ose na jep këshilla juridike, por edhe në raport me drejtësinë. Është një nga miqtë e mi dhe unë gjithmonë i kërkoj mendim sa përket për çështjet më të rëndësishme që ndodhin, që kanë bën me vettingun, kanë bën me prokurinë e posaçme apo gjykatës posaçme, pra drejtësisë së re, por dhe në raport me shkelje ndryshme ose opinione ndryshme për qoftë politike apo dhe të gjykatave, që siç ishte vendimi i gjykatës kushtetuese, për të marrë një mendim kryesisht si ekspert prej shumë vitesh i fushës. Vini, faleminderit që erdhe. Përshëndetje. Nuk e di tani kjo protesta, se ti ke qenë dhe prokurori 21 janari dhe kjo protesta djeshme në raport me, jo vetëm me dhunën, por në raport dhe me organizimin, të ngjason disi me 21 janarin apo të duken sikur janë diametralisht shumë të kundërta me ngjarjet e tani 2011. Duhet kemi parasysh ose duhet i kemi të dy ngjarjet i bëjmë krahasim, pra ngjarjet gjithmonë nuk ka krahasim, domethënë sepse çdo ngjarje ka dinamikën e vet, por duhet të shohim dhunën ndaj policisë. Për shembull, ngjarjen e 21 janarit kishim që në fillim u përdorën mjete të forta, domethënë siç ishin bishta lopatash, mbaj flamuri me bisht lopate, për shembull, mbajshin gurët e bulevardit, mbajshin pankartat me bisht lopate dhe bishti lopatës, se po të kesh parasysh bishti i tillë që ishte i fortë, që prej bishtit të lopatave, për shembull, u zbulu dhe korrupsioni atëherë. Do të thosh ti pse? U zbulu korrupsioni sepse u thyn shumë skafandra të punonjësve të policisë që ishte tender i skadum, u thyn ato mbrojtësit, sepse ato janë bërë që për të përballëruar mjetet forta. Në 21 janar kishim dhe edhe në gurve. Kishim ishin gurë nga piramida në detin punonjësve të policisë, ishim edhe plakat e bulevardit, ato gurët edhe gurët që kanë qenë, janë përdorur gurët më shumë. Këtu ka pasur dhe akte për sa i përket zjarrit, po kemi zjarr, u vu zjarri një pemë që nuk mori një pemë, po të kemi makina që ishin përballë u dogjen mjetet në mënyrë individuale, po të kemi shumë mjete që janë djegur, pra ato djegje u dogjen shumë mjete, domethënë ka pasur dhe aty zjarr. Domethënë që kanë rënë zjarret. Tash dalin te ngjarja e djeshme. Ç'a kemi parë, domethënë, kemi molotovi. Molotovi duhet si funksionon, domethënë, është një qese ose një objekt që mban benzinë, vetë një
një fitil ose mund të thuhet një leck, i vet flaka dhe kur përplasën në objekt hapet benzina dhe në mënyrë të menjëhershme merr flakë dhe hapet flaka. Ky është një mjet i rrezikshëm, do përbën rrezikshmëri për shëndetin dhe për jetën, varet se si mund të agravojë. Në rastin konkret që e pam dhe një kameraman që kishte hypur, ishte i News 24 që kishte hypur sipër, shqyr që u neutralizuan kohë. Dhe një punojës policie kishim dëmtime në gjymtyret e poshtë. Edhe qytetar, edhe qytetar. Por ka një arsyetim mbi Molotovin. Se arsyetimi është që një shishe Molotovi kur është prodhuar në atë kohë është prodhuar, pra ka qenë një shishe qelqi me një leck nap quaj si të duash dhe prej saj është vënë flaka dhe në moment që shisha qelqi udhej në ambient ishte më e pak e rrezikshme sepse benzina shpërndahej vetëm aty ku hidhej, kurse në rastin e një shishe të mbyllur plastike prodhimi me fjalë një nape që i vjet flaka, apo ku dëgjon, lecke, letër shami, quhet çfarë të duash, duke qenë shisha e mbyllur, krijon një efekt më të madh shpërthimi. A mendon se është zgjedhje kjo që bëhet për këtë rast apo? Mendoj që është mjet i përdorur, si Molotovi, si kjo tjetra është mjet i palishëm, sepse nuk lejohet protesta me ti, mund të bë protesta në shoqëri demokratike është gjithësisht e pranueshme, madje ndalimi i një proteste në një shoqëri demokratike përbën vepër penale. Është neni 261 i kodit penal që parashikon ndalimin i personave që të shprehin mendimin e tyre, të shprehin opinionet e tyre, grumbullimet në vende të caktuara. Molotovi dhe mjetet e zjarrit që shkaktojnë zjarr janë mjetet të rrezikshme që sjellin pasoja. Fakti që kanë shkuar shumë punojës policie në spital tregon që është një mjet i rrezikshëm i cili sjell pasoja për shëndetin e qytetarëve. Nuk ka pasur pasoja të rënda, duhet të kemi parasysh 21 janarin që më pas protestës ose në përfundim, protesta ishte në përfundim, kemi edhe 4 viktima dhe rrezikimin e jetës së shumë personave të tjerë, sepse edhe këto me ndryshimet e fundit të kodit procedurës penale, pavarësisht se janë gjallë quhen viktima. Pra, cilësia e tyre juridike, procedurale quhet viktim. Pra, nuk është vetëm ai që ata ndjerë që kanë ndruar jetë me 21 janar, por është dhe personat të cilëve i është rrezikuar jeta, quhen viktima. Dhe personat e plagosur, po ata quhen viktima. Ky është termi i dur procedurial. Ka pasur pretendime nga ana opozitës në lidhje me gazin lotësjellës. Nga ato që ishin edhe fotot, janë edhe në rrjetet sociale, ishte gaz... Kemi pa dhe pamjet, kemi pa disa fotot denoncuar nga Partia Demokratike. Por ai gazi ishte gaz lotësjellës, po ishte bërë tenderi, ishte tenderi bërë para 2 vjetësh, nuk ishte i skaduar, skadenca ishte në 2033, një foto që e pash, ishte 11/2033, ishte shkruan të tjerë gaz lotësjellës. Kanë bërë tendera të reja, por mbas aty skandumit, i kanë ndihmu qeverin për tendera të reja. Po i kanë ndihmu. Se janë aku për gazin edhe kanë bërë tendera të reja. Edhe me afat 3 skadenca. Mirë thot ato, po na ankohen protestuesit tender për gazin, si të jedhim gaz të ri, fringo, jo skaduar. Jo, sa dhe gazi skaduar, do të thënë Ivo. Tani pa e bëjnë këta sigurisht e rrezikshme, po kjo i takon një eksperti i shëndetit, si shëndetësor që ta përcaktoj se sa e rrezikshëm është një gaz që i cili ka kaluar afatin. E kam në aspektin e efekteve, kundra efekteve. Gazi duhet kemi parasysh diçka. Thuhet që nuk është më i rrezikshëm, po më shumë i rrezikshëm kur është i skaduar, pra i bie efektshmëria, si thuash, po se nuk është djathobur që as kos që po e hëngre maksimumi dhe i të shoh deri në tualet. Tash po i ra përqendrimi. Kështu thuhet, po nuk e kam nga një mjek specifik, të them vërtetën. Në protestën e parafundit, po të kemi parasysh, pati debate për një gaz skaduar, që kishte skaduar në 2023, sepse duhet parë te skadenca. Pati debate, dhe në lidhje me përdorimin e gazit skaduar, siç e tha dhe ju, duhet të verifikohen nëse përdorimi i gazit skaduar ul efektshmërinë, sepse mund të edhe shtym kohë dhe nuk ka efekt.
është si puna e diçka e skaduar, që si efekt, sepse gazi duhet t'japi efekt në botën e jashtme. Nuk është si një ushqim që të shkakton dëm për shëndetin. Duhet verifikohet. I ka rënë fuqia goditse, për pra që të bëj atë pasojë. Vepruse, për shembull dhe sprajtet për ari, po të kemi po t'i referohemi gjuetis, ke sprajt për dhunusit, sprajt për ari dhe sprajti për ari, është nga ato sprajtit që mbrojnë personat mal, dhe ato kanë afati skadence. Në qoftë se një sprajt është i skaduar, ai nuk jep efektin dhe nuk jep garancin për atë për cilën është prodhuar. Mund kemi pasojë negative, mund kemi pasojë pozitive, janë ekspertët që mund ta përcaktojnë. Mund të ndodhë që nuk ka efekt, pra edhe gaz kot, ai nuk jep efektin fare. Këta që janë marrë me protesta që e din mirë, nuk duhet të hedhin ujë syve, pra duhet të jenë të kujdesshëm për ato momente, duhet të përdorin syze, duhet të maskë që në frymare se të vështirëson frymare. Nuk duhet të hedhin ujë syve, më duket, po nuk e di çfarë duhet bëjnë që mos me fjalë të kenë mundësi që të lirohen nga efektet e gazit. Gjithçka duhet ato mjetet e para. Mirë do ishte të kishin një kontragaz. Do të thënë një kontragaz do ishte pa atë nuk mund ta marrin me vete sepse ti s'mund të shkosh në një protestë me idenë do hidhet gazi. Gazi, përdorimi i gazit lotësies është rast përjashtimor. Sepse presupozohet të shkosh do protestosh. Tash ndodhin përshkallëzimi i situatës. Po si mendon me fjalë si të duk dhuna e djeshme krahasuar me atë 21 janarit, ka pas një lloj ose edhe kundërpërgjigja, mos ta krahasosh fare me scenarin, po edhe kundërpërgjigja e forcave të rendit në proporcion me dhunën. Ishte tani ai 21 janarit vran ka vetëm bulevard dhe plagosën tjerë, nuk mund ta krahasosh, po e kanë fjalën që dhuna e policisë, se ka pretendime tani që ta diskutojmë, se ka pretendime nga Partia Demokratike që dhuna ka qenë jo proporcionale. Provokime fillojnë nga policia, po këto mbeten për të verifikuar. Kur ka një protesta është e lishme. Patjetër. Fati që ka ndalë është miratuar, është protestë e lishme. Është e lishme deri tek pjesa se do të marrë lehe. Deri gjenerimi. Se ka dhe një orar, kupton se ta duan me bë protestë gjithmonë. Deri gjenerimi në veprimet palishme. Veprimet e palishme janë individuale. Pra Molotovin, ne duhet gjejmë kush person e ka hedhë Molotovin, sepse me 21 janar për shembull janë arrestuar shumë persona në flagrancë, të cilët nuk kishin lidhje fare me përdorimin e dhunës. Nga administrimi, verifikimi i pamjeve filmike, na rezultoi që ishin persona të tjerë të angazhuar me këtë punë. Kështu që mund të arrestosh një person flagrancë, nuk ka lidhje, duhet pa pamjet filmike, por ka dhe problem tjetër, se në moment që ka tym aty dhe edhe sado të forta tjenë ato kamerat, fillon dhe bie provushmëria. Personat janë, me sa pash ishin dhe me kapuç, me kapele, por kjo është e keqe protesta, sepse duhet provosh se Molotovi që plagosi atë policin, për shkakun që u doj, nga kush protestues është hedhur. Për shkakun mund të kap Molotov, por nuk e hedhur, pra mund të kesh pasur, mund të kesh qenë aty afër. Duhet verifiku konkretisht, kjo është punë e vështirë protesta. Sado kamerat kesh në moment që del tymi, për shkakun tymi e heq atë, po i referohem gjithmonë me 21 janarin, tymi kur del tymi, për shkakun bie qartësia e kamerave. Dhe me 21 janar u dogjën ato mjetet që erdhi tymi ose u hodh gazi lotësies. Personat mbrapa ka qenë e vështirë identifikimi. Momentet e para ishin këto që dolën me dru, që doli vetë me dru. Sa po i dhe idenë PD-s ta ngrejnë ty me flaka aty që të godasin. Jo, flas nga provushmëria. Kur janë kamerat, po të kemi parasysh dhe kamerat. Ata do shkojnë me flaka dan njerë, pastaj do hedhin Molotov, se deri tani e kanë majt vetëm me fishek zjarri. Nëse ka kamera, mund të ketë kamera termike të tilla që të ashtu, por duhet jemi korrekt dhe me ndjekjen penale. Ndjekja penale ka parimin e individualizimit të dënimit, që është ky person ka bërë këtë veprim konkret. Sepse mund të thush se jo ishin ata dy dhe edhe kur është e paqartë që janë dy do ta pushosh çështën, se e ka njëri o tjetri. Një pyetje, dhe unë jam pro protestave, qoftë edhe një formë më si thuash Molotovi nuk e aprovoj. Dhunën, po, një përplasje me policin
njerëzve që ndoshta e ka shku thika në palc, kur i thonë, në ke parasysh ose ka një lloj pakënaqësie me qeverinë, protesta bën gjithkund. Problemi këtu te ne është që unë përplasëm me policinë, unë edhe molotov, djeg venin, djeg godinën, djeg makinat, apo djeg ku t'i gjonë mjetet tjera privatet, medjave të ndryshme, apo qoftë dhe qytetit, dhe në fund fare du dhe të mos donojmë sepse në botë, vërtet përmendin këta i lek verdhët, se ne her pas herë përveç kësaj gjës tonë këtu, që këto e kena kështu si arenë debati misore, po kur dalim studio të tjera, duhet me i thonë që dakor se këta përmenin e ke pati i lek verdhët. Po më shoku, po i lek verdhët në Badhe Burgun. A i thot, unë dëmtoj pronën publike, si revolt të asaj pakënaqësive që ka mund ndaj pushtetit, po kur dënohet ai për dëmtim pronës publike, nuk thot ai vi deputetit të nxjerrë mund duke rrap policët në rajonin ku kanë kapur, se edhe të mbëj presion gjykat që ajo që bëra unë është e lishme, kur është pa lishmëri. Atje mban dhe burgun ai, mban dhe përgjegjësit. Në Amerikë protestat që bëjnë, qoftë me këto të ISIS për shembull, ka pas përplasje që ka pas me humbje jete, ai ka marrë njerëz që një formë apo një tjetër bëjnë sakrificën e tyre, kanë marrë përsipër dhe rrezikun e sakrificës. Qoftë edhe duke u lënduar dhe nga mjetet piroteknike që kanë përdorur këta. Pra nuk është e thënë mi protestë që të gjitha që hedhin molotov dalin pa djeg nga, si dha, i lume zjarë do digjesh o burg. Nuk është problemi tek përballë, dhe diçka, më fal, dhe diçka dhe mbi këtë mund ta ezaurosh. Ose se ndoshta dalë temë tjetër, më thuj. Veprimet janë individuale. U kape duke e hedha të kapi pamja filmike, sepse ato duke qartë. Pra, ke vesh kapelit, ja për shumë e marim jemi këtu, duke atë ka kap pamje filmike, se varë dhe nga pozicione, sepse edhe protesta është dinamike. Mund ndodhë që dali ajo foto varët se si kap. Se mund të edhe është 10 molotov dhe nuk kape. Sot ajo ore, unë kom hedhë vetëm një u kape. Kësaj nuk e që bo. Protesta janë dënuar dhe do dënohen prapë. Edhe më përpara, për shumë, që ka pas protesta. Për shumë, po marë para shumë vitesh, po të keni parasysh, për shkatrim prone janë dënuar shumë persona. Pra u kape, edhe për një sienar, janë dënuar mbi 20-50 vetë. Kam pa vetë u qajtë me lotat e majnë? Janë dënuar mbi 50 vetë për një sienar. Pra punë, djemë të ri, majtë nga bjavë tonë se sa burga padi jo që u vranë 4 vetë. I patë dënuar mos nga bëj 2-3 javë burga, janë dënuar, po të mbledhësh dënimet e protestuesve, janë dënuar, kanë bom shumë burg për protestat, se sa për vrasit. Po të mbledhësh gjithë burgun. Pra, po të mbledhësh burgun, aty në të mbledhësh gjithë, janë kam i bi më shumë burg, se sa për vrasit. U vranë 4 persona. Burg për prishën e godinës, po thu se sa për vrasit. Janë dënuar ato. është të gjithë persona, dhe rreshti parë, nuk i përmeren se disa i mbaj mend, se kanë qenë shumë qartë e dhuna. Po ta vesh re, në fillim, kanë qenë ato, bides edhe droni që i kanë gjytë, thash, zbulun korupcionin në policinë e shtetit. U thuj skafandrë, si me u thuj skafandrë, u thuj ajo që mbro. Qërë kjo, ato protest, këtë ka, aktet e dhunës, por janë mbanë përgjësin ligjore, si mas rastit. Ke shkatrimin e pronës, shkatrimin pronës me zjarë që është nën tjetër, bëhet përgjësi për kundërshtim i punojësve të policisë, është neni 237, bëhet 236 është kundërshtimi, është 237 goditje për shkak të detyrës. Sepse ky është në detyrë dhe ti kur e godet, janë nene paka shumë të masat e dënimit aty janë. Por, që janë paragraf, për shumë të goditje për shkak të detyrës 236, 287 që është paragrafi i dytë shkon deri në 5 vjetë, për shumë, ka dënime mbi 5, dhe më thëmë varet nga shkallë, sepse ti po e godet një punojës policie në kryet të detyrës, se ishtë në kryet në vëndin e punës, a ishtë vëndin punës. Pra, sepse, pëse është vëndin punës? Pas shpegohet që dalin gjithmonë protestues? Gjithë shko, duhet kemi parasysh diçka, duhet ndajmë aktet e dhunës, nga personat që bëjnë aktet e dhunës, nga protestuesit. Protestuesit që bëjnë aktet e dhunë, ata, do më thonë, janë një pjesë që nuk i kap dot. Pra, do më thonë, është flasim për provueshmëri, se ne flasim për standard, se mund të filloj me Gestapo, me dordomuze, edhe të regojnë ky është, po puna është që ta kapi me mjetet demokratike. është shumë e lehtë të gjithë ato sa janë, kush janë. Po, duhet të kapet personat, se pse u ktheva dhe një sienaret,
Persona që ishin arrestuar nga policia nuk ishin ato që kishin bërë dhunën, dolën mbrapa, u bën u procedu në forma tjera procedurale. Një protestë e PD-s nis me ecje, kulmon me disa debate, disa përfaqësuesve ose zyrtarëve të Partisë Demokratike, që është e njëjti skenar, pak a shumë e njëjta melodi. Përfundon me fjalimin e liderit demokratëve që është zoti Berisha, moment që i kap flamurin dorë dhe valvit, nis sulmi ndaj godinës së kryeministrisë. Tani, duke parë tekstualisht ose të njëjtën ngjarje që përsëritet her pas here. Duke parë këtë ngjarje që përsëritet, që është duket që ai valvitja e flamurit është si sinjal. Po ta them nuk e provon dot që është sinjal, se nuk ka lidhje, por doja ta lidhe me 21 janarin dhe çfarë, prandaj nuk të ndërpreva, sepse 21 janar zoti Rama për çfarë thritet ose pretendohet se duhet thritet? Për organizimin apo për mosveprimin, për shembull për ndalimin e dhunës, apo jo? Sepse siç ke pasoja apo veprim për veprim, urdhrin për veprim, ka dhe pasoja për mosveprim. Pra ti e shef diçka që ndodh, si në rastin e gardisëve që u vra i pari, përgjësia nuk është vetëm që u vra i pari, ti shef që po vritet një dhe i lenja 4-5, pastaj s'ke thënë asgjë. Dhe ose nuk ndërhyn fare, pra ke përgjësi për veprim, por dhe mos veprim, apo jo. Kështu është ideja. Persona që i kenë në varësi duhet i koordinosh punën. Pra, persona që i kenë në varësi, të shi ti flet për përgjësinë e zotit Rama. Atere, apo përgjësinë e drejtuesit? Përgjësinë zoti Rama atere, ndoshta dhe përgjësinë që ka tani në raport me policinë e shtetit ose profesionalitetin e dhunës policisë shtetit me demonstruesit apo protestuesit dhe mos veprimin e zotit Berisha për sa i përket përgjegjësisë që ka për demonstruesit e vet, që sa herë që shkojnë atje, fjalimi i tij kulmon me Molotov. Unë s'kam pa një mbledhje të zotit Berisha nga selia PD-s që thotë që ore, na e shpivet me këtë Molotovin sa herë mbyll fjalimin unë. Te veprimi. Pra, që thotë mos e hidhin sepse qoftë për syje faqe o burë. Se letë që ai thotë ai pas dyreve të mbyllura, po për syje faqe për publiku thotë, ore mos e boni më këtë sepse kjo është 1, 2, 3, 4, 5, nuk është logjika jonë, nuk është praktika jonë. Se kjo ka të bëjë me mos veprimin pastaj, përgjegjësinë. Se atë që i kërkuam Ramës 21 janar, tani ky po e bën. Atë që Rama nuk e bën kurrë, atë që bëri ky me 21 janar, se nuk e la mendja. Edhe pse ky e kërkon martir. Por besoj që edhe mos veprimi ka një përgjegjësi në këtë mes. Të organizatorët flas. Të sqarojmë diçka për 21 janarin. Organizues në 21 janar ka qenë Partia Socialiste dhe kërkues ka qenë deputeti i Partisë Socialiste Besnik Bare. Pra, formalisht ka një drejtues dhe drejtuesi ka qenë Besnik Bare. Unë kam qenë pjesë e grupit protestuesve dhe mbaj mend mirë, ne kemi shpau mos kompetencën për 3 deputet Partisë Socialiste për organizimin e palishëm, në 200.000 i kodit penal, për organizimin e palishëm dhe të një tubimi, se shtu e ka ligjit për tubimit, shtu e ka termin, dhe më thëmë, termi që i çuditshëm, dhe kja kemi kalu aktet prokurisë përgjithshme. Dhe të protesta, në qoftë se do kalojnë në hetim, do verifikohet kush është organizatori formal, sepse mund tjetë kryetari i partisë nuk merret me procedurat e ka një drejtues. Drejtuesi formal mendoj do jetë dikush tjetër që i ka bërë kërkesën policisë. S'ma do me jetë ta ketë bërë Berishave, se është kryetari i partisë. Sekretari përgjithshëm zakonisht ose sekretari organizativ, çfarë janë këto? Po, duhet kemi parasysh kryetari është pak larg. Dhe është e vështirë të provohet aktet e dhunës pavarësisht se kjo është një protestë që lejohet, se këtu është në demokraci. Në demokraci këto gjëra lejohen. Tani diskutimi është vetëm për momentet e hedhjes Molotovit. Pra mos ka një koordinim pune që hidhet e Molotovit. Po ishin ata grupi. Po, tani duhet çeta e pankartave me kapuçe me maska. Molotovi këtu është ai problematika tek Molotovi duhet provohet nëse arrin e kap një gazetar ose një reporter nga protesta
grupin që thotë ky është grupi që e bën këtë punë, pse se ka policia? Po policia duhet ketë mjetet e gjurmimit, sepse duhet të flasim me prova, anë. Duhet të themi për shembull ti e kape personin, është ky person pikërisht ka këto dhëna, u ka bluze, u ka kpucët, korrespondon pamjeve. Po më ka policë civile aty që janë pjesë e protestave. Se kështu janë zbuluar ngjarjet, për shembull ke kpucët i ke lidhse kështu, të kapo me kpucët lidhse që i korrespondon pamje, se këto janë provat. Sepse, domethënë, mund të ndodhë që policia thotë ishte duke gjyt kapa, unë duke gjyt. Por nëse ti ke mjetet i telefon, i ke mjetet kapje në flagrance, nëse më përpara që s'kishte asnjë lloj mjeti kanë qenë më të sakta përfushmëri. Kishte një dëshmitar që ky po gjute me gur. Tani ajo kishte diçka si e dha këtë deklarimin kaq të pasë, i pyeten personat, ky dëshmitar si e dha kaq të pasë këtë punë, ka pas raste që thonë ky ka treguar kështu se ka qenë dordomuzi. Nuk është e vërteta kjo, po ngjarja është ndryshe, dhe është problem tjetër. Kurse sot me zhvillimin e shkencës, me pamjet filmike, sidomos me pamjet nga afër, se sot ka mjete teknike, sepse nuk është të thonë vetëm me telefon, ti mund ta ndjekësh, mund ta gjurmosh dhe në forma të tjera. Dhe për me dalë te personat që janë te aktet e dhunës. Dhe aq më tepër është e vështirë që dalësh te kryetari i partisë që i ka thonë ky, ose i ka thonë shiko erdhi koha të hedhë këto. Është personi që merret me organizimin e protestës, që është person tjetër, i cili mban përgjegjësi për organizimin e kësaj. Pra është përgjegjësi formale dhe mendoj që nuk është zoti Berisha organizator formal. Pra me formal ç'kuptoj me personin që ka bërë kërkesën, që ka investuar policinë e shtetit për të. Është tjetër. Nëse ka objekte timi, pyeten këta si ka qëndruar, ai do japi sqarimet e veta. Për shembull dhe me 21 janar, Samir Tahiri që u pyet atëherë, thënë se po të kemi parasysh zonë 5 ka qenë nga ana e piramidës. Aty u hodhën shumë gurë, unë s'kam pas djenitën. Ka shku protesta që ka shku anë. Pra se ka qenë zoti Tahiri atë, ka qenë me personat e ardhur nga Peza, kështu ishte dyshimi për zonën e piramidës. Pavarësisht se zoti Tahiri nodhi ç'a nodhi i kishte e hungri për tjetër gjë. Vino në parim këto arrestimet qoftë të këtyre djemve më saktë këtyre më të ri, se po thonin që janë arrestuar ca djem që ishin mosh 9-18 vjeç, mos gaboj, pra ishin diçka te 15-17, 18, ku dëgjon, ndoshta edhe 19 maksimumi. A mos është taktike e Partisë Demokratike që një pjesë këtyre që edhe MRT vigjen si thua është nën mosh për shkak të mendoj që marrë e djemve të ri për shkak. Se besoj se kanë marrë kota ata që kanë besuar se po ke edhe çuna të ri për shkak që ose të mitur quhen, ose është mitër e mosha 14-18 vjeç që është mosha me përgjegjësi penale. Po është e kufizuar. Pra mosha 14 deri 18 vjeç është e kufizuar në lidhje me edhe deri në moshën 21 vjeç prap ka një trajtim të veçantë nga kodi i drejtësisë për të mitur. Po për të miturit e moshës 14-18 vjeç ka një specifik të veçantë për sa i përket zbatimit të masave të sigurimit dhe për sa i përket arrestimit. Ta mund të arrestohen flagrant sepse është një veprim që bëhet nga policia, është çështje faktive, pra bëre këtë veprim të lishëm, arrestohet. Tani caktimin tek masa e sigurimit, neni 84, 85, 86 i kodit të drejtësisë për të mitur, është një kod specifik që përcakton kriterje strikte për caktimin e masave të sigurimit arrest në burg. Duhet të sqarojmë publikun, të miturit nuk mund të arrestohen kur dyshohen për një kundërvajtje penale. Ata nuk arrestohen, ata arrestohen për një krim, pra është ta heq lirinë policia, por caktimi i masave të sigurimit për të miturit është gjë tjetër. Pra janë dispozita, kanë kriterje strikte. Nuk lejohet të arrestohen. Jo, po e diskutoj sepse është nuk lejohet të caktohen. Ka qarkulluar lajmi që janë arrestuar dhe ca këta të miturit nuk mund të caktohet masë sigurimi arrest në burg. Ka një ndalesë shumë të ka një fat që ata e mbajnë të ndaluar, po jo arrest në burg. Ata mbajnë të arrestuar për shkak se do t'i lirojnë, po thua. Këto mbajnë për shkak se kanë kryer një veprim të palishëm shoqëri, i është kufizuar liria nga policia,
për shkak të dyshimit se ka bërë një veprim, ndërkohë nga ana tjetër çështja çohet në gjykat, brenda 48 orëve materialet i kalojnë prokurorit dhe prokurori brenda 48 orëve nga marrja e materialit i çon në prokurori i çon në gjykat. Pra arrestohet sot vjen nesër dhe duhet i çojë nga momenti i ndalimit 48 orë dhe më pas bëhet kërkesa dhe gjykata brenda 48 orëve nga marrja e materialit bën çmon që përcaktimi i marrjes. Mendoj që për të miturit do të caktohet mas sigurimi, sepse është një kriter ndalues, duhet të jetë maksimale dënimit mbi minimale dënimit mbi 7 vjet. Duhet të kemi precedent më parshëm, mendoj që ata të mitur nuk kanë precedent më parshëm, domethënë që të jenë kontingjent. Nuk mendoj të jenë kontingjent, janë të padënuar më parë, mund të procedohen. Por dhe për personat e arrestuar, thash duhet të jemi të kujdesshëm në individualizimin e dënimit. Pra, është pikërisht ky person i cili ka bërë veprimin e paligjshëm dhe është pikërisht ky person që ka sjell pasojë, që edhe ka konsumuar një nga elementet e neneve përkatëse. Duhet parë edhe dëmtimi i policisë duhet lidhur me veprimin konkret. Kemi ndjekje kush e ka molotovën, pra duhet lidhur. Por kur ka protestë janë shumë persona, këtu është vështirësia. Pra edhe në protestë, domethënë që duhet ku ndodhin akte dhune s'merret vesh se kush goditi s'merret vesh apo dhe i ngjelet foto njëri dhe mund të ngjelet një person që s'ka lidhje fare, pa atë i ngeli ti dhe si tha, kaut që ngjelet ta shi. Nuk është për kaun kjo, po që shi gjithë lëndët. Ai që kapet dhe shi gjithë lëndët. Për rastin e se tani kemi pa deputet që dhunojnë policin në rrugë, ose këto forcat e ndërhyrjes shpejt. Kemi pa deputet që futen në sallë gjykatave, dhunojnë policin. Kemi pa deputet që futen në rajon e policisë, dhunojnë policin. Kemi pa deputet që në rrugë kanë marrë policin për rreska dhe i kanë ofenduar nga me fjalët më të ndyra ose familjarisht, si thuash. Kemi pa deputet që kanë rrahur policë apo gardistë në kuvendin e Shqipërisë, pra kanë përdorur forcë ose dhunë. Tani që ta sqarojmë edhe për publikun. A ka një ligj si thuash, e mbron deputetin të rra një policë apo i gardist? Kemi të bëjmë me veprimtarinë e deputetit. Ligji për deputetit e paraqeson, përfaqëson popullin. Për sa i përket pra nëse e rref ai, e rref në emër të popullit. Jo. Policia, po të kemi parasysh edhe është ndër veprim. Po të kesh parasysh që ti të kërkon të futesh ai të shtyn. Goditja e personit. Jo, ai të shtyn, ai thjesht rri aty, nuk ti e shtyn, ai të shtyn. Shtytja domethënë se vetë policia ushtron forcë. Pra, kap një person me forcë policie e fut në bagazh të Bencit, në bagazh, jo në bagazh, po e fut në furgon që e shoqëron. A ka? Po jo, dhunë të ushtor që ta kapësh, ose kundër veprime. Pra janë veprime force në bazë ligjit. Në moment që goditet shteti, pra kur shkuptoj me goditje, ja rrasën grusht punojësit policisë, ose punojësit ka, kurse përsa e përket veprime se protesta, ne kemi parë dhe në vëndet e zhvilluara demokratike, kapin e ngrenë, shumë atë s'puntushti, e kapin 12, kapin e fusin të mjeti policisë, mund tjetë fugon, mund tjetë, se fugon është më shumë për lehtësi transportimi, mund tjetë mjetet tjera, mund tjetë nga më të ndryshmet. Duhet parë dhuna. Dhuna është goditja fizike me mjetet e përdora, duhet parë parasysh, duhet pasur parasysh veprimtaria konkrete. Po sa kompau që shtyhet për në futje, shtyhet ai të shtyhet, domethënë nuk mund ty. Jo, flas për rastin e Flamurnogës, flas për rastin kur kanë hyrë brenda një institucioni, siç është një rajon policie apo drejtorisë përgjithshme, janë përballur me forcat e rendit, s'kan pa në në Amerikë tyshme i rajon policie për të liruar të arrestuarit. Nuk i kanë liru ato, me thonë drejtën, nuk janë liru. Ato, a i thjesht kanë qenë, kanë pasur drejtë që të shumë. Kam të dhunimi institucionit, ose dhunimi të uniformës, nuk e kam të... Ati e pëtagër deputet lëku për të bë këtë punë. Verifikim në për institucionit, për dhuna është e papranueshme. Shumë për verifikim për shka, më e ka dhe avokati popullit. Kanë marrë nga recka të bëj, kanë shty që të futen të lirojnë nga rajoni protestues. Kanë liru njëri, nuk kanë liru njëri. Ato nuk kanë liru, sepse është personi kompetent që liron, është tjetër. Takat në demokracia ndarë, kur ndodh një ngjarje. Po s'bën vaki për shembull në Itali të ndodhi kjo që të hynë mrena për të liru nga rajoni sa njerëz, ose të hynë ku digjon Amerikë për shembull. Ajo nuk është konkretizuar. Ata kanë asistuar, mendojnë që të asistojnë, por
kam idenë, nuk kanë ndihmuar. Një sekond, po ti e mund, ti ki tani, du me i liru, ti them atyre polica, po ju mërë legena, ti shen nga familja, e ti bëjshu hapu se do futem në rajon, qa më do? Një njeri i thjesht. Qofse unë sem i thjesht, sem në cilësinë e gazetarit, po flas, ti ki si njeri si qytetar, ato më shalen në dajakë e parën, dhe do ishtë bëjmë shok atit aty brenda rajon. Pra, ku ndryshon fuqia e ligjit për mua me fuqinë e ligjit se është deputet? Ku është në çfarë cilësie për shembull e mbron ligji? Deputetët kanë ligjin për rregullorën e brendshme të kuvetit, që është rregullore, marrëdhënien me institucionet e tjera për verifikuar për raste të caktuara. Kemi edhe kushtetutën që parashikon. Ka, domethënë, për sa i përket veprimtarisë deputetit, këta mund të shkojnë, kanë drejt, shkojnë në për institucionet, për raste caktuara, që të verifikojnë lirinë dhe drejtat e njeriu. Kuadër të saj që drejtet që kanë, domethënë, e çmon rast pas rasti se duhet nëse ka abuzim apo jo. Se ka abuzim për të kontrolluar, por thash edhe një herë, për mua nuk është deputeti mund vit shofi me parashtim që janë veprime procedurale djegjes penale, që është kompetencë e pse nuk del asnjë abuzimi, e kupton pa. Edhe flamuri një ditë ishte atje, nuk ka qenë duhet parë konkretisht ishte Shqiponja dhe ka dhënuar i polici ka qelluar në grusht. Kjo qëllimi në grusht, kjo është gjë tjetër. Pra, goditja është për shkak të detyrës, duhet të është e papranueshme. Shpulla ngrusht për Iran Surat ishte duhet goditjet për shkak të detyrës. Prap nuk u veprua. Goditjet për shkak duhet kemi një kallëzim, se na kanë ndodhur gjatë punës. Kam bërë kallëzimin po s'ndodh gjë, si shpjegohet. Gjatë punës për shkakun duhet kemi parasysh diçka kemi pasur dhe raste të dhunës që ushtrohen ndaj të pasur raste ndaj dhunës që deputeti kërkonte që të ndiqet çështja penale, por nga ana tjetër nuk vitet me bë kallëzim penal dhe u provu me prova të tjera që është ushtruar dhunë ndaj deputetit. Kemi pasur një rast, por duhet kemi një kallëzim që dhuna ndaj policisë shtetit është e papranueshme aq më tepër. Po synojmë të shkojmë në Evropë, dhuna ndaj policisë shtetit është e papranueshme. Okej. Unë besoj se në çdo vend të botës se këta vishen me atë mburojën e deputetit, por e di çfarë do bëja, unë e thash dhe deri në emision dhe s'po bëja shaka, sa s'ma marrin seriozisht, po të kisha qenë ja këto një muaj do të isha në krye të detyrës si drejtor i policisë, pa pyetur Ramën hiç, fare zero, pa e marrë në telefon, dhe i thoja kush përdor dhunë në çdo lloj forme, dalin ta pastaj thonë që janë provokuar, flasë në raport me deputetet, nuk flasë me raport profesionale, se me turmën ti nuk e bën dot krahasimin, se turma është më e madhe. Kurse deputet që shenë polic nga nëna nga motra, nuk i kisha leju. Dhe kisha marrë minimalisht, në moment parë që i deputet do kishe ofendu një policin tim, dhe kisha marrë zvarë në furgon, njësoj si shtrajtoj qytetarin, se këtu është ligji barabar për gjithë. Kështu e ka bota. Dhe kisha marrë tak, pull poste, te rajoni, aty pastaj flit. Po dhe ishtë bëtë edhe me durë, dhe kisha thënë nëse do ngrejt dorën, do qëlloni, do neutralizoni çdo veprim që juve ju godet uniformë, dhe goditja e uniformës është goditja e shtetit shqiptar. Kur unë shoh një tani, më fal, një sekond, në logjik ose në perceptim, unë jam qytetar, valla, shkurt muhabeti. Kur unë shoh një deputet kuvendit të Shqipërisë që merr një policë me shpulla, shoh dhe deputeti që merr policën me shpulla, çfarë pretendojnë që të bëj polici me 600.000 lekë rrok me kriminalin që ka një 50 veta mrapa edhe një 600 milion euro të pista, si do luftoj ai, si thaj, me i brikun e Salepit, i thaj, dhe luftosh faqizmin ti, i thaj. Tani, kjo çështje nuk ka të bëj me individin, pra personi kush u godit, ka të bëj me uniformë, me shtinin. Unë s'kam më besim pas të policia shtetit, se s'kam si të kem besim, Allah, kësë mbrojt do të vete nga i polic, nga do mbroj mu nga i kriminel. Nga më falë, kësë mbrojt do të vete nga një deputet, nga do mbroj nga krimineli. Pra ka të bëj me perceptimin, ku ti ki tankojë mund, ose më bjen qaf një, në thejnë më bjen qaf një deputet i PD-s, më gjunë shpull, so deputet. Tani, po, ku ti ki tankojë? Mund polici si ki tankojë do të, se shko polici ati, ha dhe i shpull polici, e shkojmë të dy në shpi me nga i shpull në Surat. Duhet bëj kallëzim spak.
Po, një menese. Ore, do të përkallëzim pak, sepse deputetët ndigjen, kemi, po t'i referojmë në 75A të kodit procedurës penale, deputetët janë kompetent s'pagu, që duhet t'i drejtohet s'pagu. Absolutisht. Veprimet e para mund bëhen edhe nga policia gjyqësore, më pas material... Të horrat e, se rrujnë njëni tjetrin, as ta të kraut ne, as ta të kraut a ne, se nese do e bëjmë po prapta. Problemi është të imazhit që japim ta uniformës dhe të imazhit që japim sigurisë. Sepse çdo rast duhet të ketë kallëzim konkret, sepse s'mund të kemi kallëzim mungesë, ose vepra penale dhunë që dhunë është ushtruar. Duhet verifiku kjo dhunë se dalim të përvushmëria mbrapa. Kemi pa dhe raste ku kanë ikë njerëz, kanë filmu dhe njerëz të i rraf, sepse të i dhunu barbarisht, sepse s'ka funksionu ligj. Pra unë, s'ka funksionu policia, s'ka nuk funksionu prokuroria, gjykata, si që kemi thënë deri tani. Problemi e se nuk mund të vazhdojmë më kështu. Kjo është gjithë halli im, i fjalë. Po, gjithsesi unë jam tash dhe i muj doja unë gjatë protestave këtyre apo të këtyre tjerëve. Në të dyja kampet, një muj doja unë për të kthyr dinjitetin policit si uniform dhe besimin e qytetarëve te polici dhe kaq. E drejtë e protestës është e drejtë proteste. Njerëzit kanë drejtë të protestojnë. Jo të protestosh duke rraf policin. Në momentin e goditjes, më fal. Ovin, mund ta rrafësh policin, më nuk po them gjë dhe si deputet. Rrafja e policit. Ore mund ta godasësh në konceptin e protestës. Problemi është se nuk mund ta godasësh ti pa marrë përgjegjësi të goditjes që bën. Goditja e policit nuk është proporcionale ajo e policit ndaj deputetit. Se ti mbron me ligj deputetin, po s'mbron me ligj policin. Ç'kuptim ka pastaj? Por policisë që është në rrugë, kudo qoftë, jo vetëm për protesta, por edhe për ngjarje të tjera, ndalim në rrugë. Polici ka drejt ndaloj. Mund të jesh shpejt, me shpejtësi. Madje polici ka drejt edhe një tabel, kur ti nuk i bindesh është vepër penale e veçantë. Parashikuar aneni 242 i kodit penal, mos bindja dhe urdhit polonësit policisë. Ai mund të jetë urdhër i ligjshëm ose i paligjshëm, nuk ka rëndësi. Paligjshmërinë e çmon gjykata. Por ti je i detyruar të ndalosh. Je i detyruar të ndalosh sepse është detyrim qytetar që ti bindesh policit. Mund të jesh kushdo të jesh, pra i kemi për detyrim për respektu ligjin, nuk është se po i ndalon atë ligjin, atë policin. Ai polici mund të jetë i kujdo rreth, mund të jetë i Tiranës, i Durrësit, i Lezit, kujdo. Ai është një punonjës policie në krye të detyrës që bën detyrën. Goditja, e parë herë, mos ndalimi fare, mos bindja të urdhit është vepër penale. Prandaj të themi për goditje. Nuk ka shanse në Shqipëri, për shembull, që të godasësh policit mos arrestohesh. Raste të tjera për qytetar. Madje kanë bërë edhe burg. Madje ligji krahason për shkak të detyrës dhe punonjësit dhe policit private. Pra është një funksion publik. Është për shkak të detyrës të një punonjës, një roje shkolle. Me e godit që është polici private. Ka shumë institucione që ruan nga polici private. Po ai ligji vet ja ka dhënë këtë lloj tagre. Po, më kuptoj. Nëse, kontekstin e a mendon se këto lloj protestash kështu të dhunshme krijon një, si thuash, mbështetje apo më shumë pakënaqësi në raport me qytetarët e Tiranës se sa atyre që e shohin nga televizori. Tani duhet parë ke kategorinë e personave, domethënë që janë të interesuar që nuk e dinë që ka proteste. Ke persona që nuk e dinë që ka protest fare. Ke nga ata që nuk janë, domethënë aktet e dhunës nuk i on epsin domethënë ndihen keq. Ose pengon biznesin apo veprimtaritë e tyre të përditshme, po s'ka ide. Ke persona të tjerë të cilët janë të mërzitur nga qeverisja, që protestojnë, thonë mirë e bëre, por nuk kanë qenë fizikisht në protestë. Më mirë që janë këta të protestës se sa të rrim ta shohin nga shtëpia. Ose persona që nuk e dinë. E kisha në kontekstin që a mund të krijoj frym kjo Molotovi. Problemi i Molotovit është që është një lëndë e rrezikshme. Ne e pa me sytë tanë gazetarin, kameramanin, operatorin e televizionit, i cili mos kishe qenë ndërhyrë, ose mos kishe qenë pak i shkallë, ti ishe pak i shnosh, do kishe të vështirë të zbriste nga lartë. Si puna ime. Ti ishe qenë pak i shnosh, ndër kishe të vështirë të zbriste nga lartë, do ishe djekë aty. Jam i shnosh, për jam i shdërvjellë. Po, a ishë vartë si vetë. Por të kishe qenë, kishe për të ngine aty sipër, sepse u aju të rëgur i shkallat e neutralizojnë kohë. Pra, si edhe pasoja fatale. Ne duhet të eliminojmë fatalitetet. Unë jam dakord për protestën. Kur ka
pa hyrë shkaqeve të protestës. Dhe në shkaqet e protestës janë gjë tjetër, krejt tjetër. Unë bina po kur digjet një policë, ose që dëmtohet, a quhet dhunë? Po kjo është dhunë. Kjo është dhunë dhe duhet... Tentativë? Për tentativë për vrasje, nuk është tentativë. Ai nuk ka dash me vra punojëse e policisë. Është një protestë që është hedhur ajo mjeti Molotov me kriju... Tani, çfarë pasojësh mban për komën e policës ose për trupin, për dëmtimin e trupit? Përgjihet fizikisht për personi që ka hedhur, pra duhet lidhim personin me që ka hedhur këtë me atë qofse provohet. Pra duhet të marrim një rast të provueshëm. Si video lezetshme ndje, po të tregoj pastaj. Provohet personi që hedh këtë, mban përgjegjësi penale e parë herë për kundërshtim punojës së trendit. Kemi një kundërshtim dhe mjeti i përdorur është mjeti. E dyta, mban përgjegjësinë, nëse është plagosje e rëndë, kemi konkurim veprash penale. Kemi dhe plagosjen e rëndë, por kemi dhe kundërshtimin e punojësve të policisë. Pra, rast pas rasti e çmon prokurori për akuzën. Mund të jetë ose goditje për shkak të detyrës, ose mund të jemi dhe kundërshtimi i punojësve të trendit. Duhet pasur parasysh ose duhet verifikuar më saktë momenti i ndërhyrjes. Nëse këta kanë qenë rrezë dhe ti e ke hedhë, është bërë thirrje për shpërndarje, punojësit e policisë kanë drejtë që të shpërndajnë. Dhe ky është moment kundërshtimi. Kur i godet pa shkak, pra që ke shku për me është goditje për shkak të detyrës. Dhe i kundërshton, pra janë dy nene që duken si të ngjashëm, por duhet parë momenti procedurial ku mund ngrihet akuza. Nuk mund të jetë të dy, mund të jetë o njëri o tjetri. Pra, o neni 236 i kodit penal, ose neni 237. Ndërkohë për organizatorët ka nene tjerë, është neni 262, organizimi që ka sjellë veprime të palishme, organizatorët janë vetëm me përjashtim kur bëjnë veprime vetë dhe provohet që janë veprimet e dhunshme ndaj jetës shëndetit ose pronës, janë bërë në bashkëpunim me personin që ka duhet pas një proces pra i gjatë provueshmërie. Por për kaq kohë sepse ndodh arresti këto letra janë, ose këto dhëna janë. Ke pamje filmike sa këtu thjesht bësh një ndarje, për shembull, je në studio të bësh një ndarje nga video që kemi ne ose nga kjo që jemi, do të patën gjysore. Imagjino që ato sa të bëhet këshyrja të ndahet nga video, të verifikohet personi ka punë. Dhe puna është pak punë e vështirë. Ndryshon kapja flagrancë. Kapja flagrancë me një sa bëre kapesh dhe lidhesh me ngjarjen dhe personi është kapur flagrancë, s'ka çfarë bën me mjetin e krimit. Po procesi i provueshmërisë, sepse dënimi penal i personit kërkon një standard shumë të lartë provash. Jo vetëm për këtë rast, po edhe për gjitha rastet tjera, rënja e standardit. Hajde dënojmë se ke qenë protestë, që bëjmë gabim akoma më të madh, se dënojmë pafajshëm. Pra dënojmë një person që ka qenë në protestë, atëherë neve i themi njerëzve, mos shkoni në protestë, do futeni në burg. Neve do t'i themi njerëzve, mos përdorni akte dhune, protestoni në një shoqëri demokratike dhe kujdes nga mjetet e papërshtatshme që sjellin pasoja të rënda për jetën. Qoftë ata ato të tjerët. Që sjellin pasoja të janë rrezik dhe për ata dhe për të tjerët. Po. Se te Molotovi nuk keni kontroll ti që bjen këtu ose bjen atje dhe se ze as ty, ose ta hedh një tjetër dhe ti je pjesë e saj. Po nisi ata kanë marrë përsipër vetë, po. Vina desha të bëj edhe një pyetje të fundit sa i përket gjyqi që po zhvillohet në Hag për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin. Është një situatë ku jemi në ditët e fundit, biles me datë 17-18, mos gaboj jepet dhe vendimi i gjykatës Sagës në raport me disa akuza për krime lufte që janë bërë për këta 4 persona ose heronjt ose ish luftëtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Problemi është ajo që kemi parë deri tani është që prokuroria e tribunalit të Hagës se ka akuzuar me ose më saktë pretenca kërkon 45 vite burg për secilin prej tyre. Ku më i riu aty është 53 vjeç, 57, 58, pra Selimi 53, 57, 58 është ky Thaçi dhe Krasniqi, Veseli dhe Krasniqi është 75. Që paka shumë janë burgim i përjetshëm. Në këtë rast, kemi kjo gjykat që është krijuar me ligjin e siç e dimë, është krijuar vetë nga kosovarët me imponimin e ndërkombëtarëve. Prokuroria speciale. Prokuroria speciale, gjykata speciale, për krimet në ish Jugosllavi. Është miratuar nga Parlamenti i Kosovës,
pra këta persona kanë votu vetë me lobime. Tani pse u arrit votimi i kësaj? Këtu duhet të ndalojmë pak. Dhe unë po referoj se duhet të jem korrekt, se këtu kemi të bëjmë me një ndjekje penale ndërkombëtare. Unë kam bërë një bisedë me një mikun tim, Dritan Goxha, i cili është ekspert ushtarak, por është dhe antar, ka qenë dhe antar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjatë bisedës me të, që është më i angazhuar, pra është një diçka ndërkombëtare, pra ne po i referojmë çka kemi parë nga media. Dritan Goxha më ka thënë një diçka, shteti shqiptar nuk ka bërë aq shumë në raport me Kosovën, në lidhje me ndjekjen penale. Ndjekjen penale me verifikimet për krimet e pretenduara nga ana e serbëve. Çfarë ka pasur? Do të kemi që ta sqarojmë publikun me pak fjalë. Serbët kanë pas pretendime. Ka pas apati nga pala shqiptare. Nga pala shqiptare. Serbët kanë pas pretendime. Dhe ka lënë rrafshin e akuzave. Po, e ka lënë rrafshin e akuzave. Serbët kanë pas pretendime që në 2 pika të territorit të Republikës Shqipërisë janë bërë transplant organesh dhe janë kryer krime lufte. Dhe konkretisht, në zonën e Matit, të Shtëpia e Verdhë, po të historinë e Shtëpisë Verdhë, dhe në zonën e Kuksit. Për sa i përket zonë... Ishin ato të Dikmartit, raporti Dikmartit. Raporti Dikmartit. Ky ka qenë territor shqiptar. Për sa i përket letër porosive të ardhura nga shteti serb, është bërë dhe nga ndërkombëtarët, është verifikuar Shtëpia e Verdhë në Mat. Është verifikuar që pretendime që ka pas gjake, ka shkuar dhe me foto salitore ku pretendoheshin aktet e dhunës, dhe ka dalë që nuk ka as e dhoj, as tregti trapjant organesh, nuk ka as edhe një dhoj gjaku të pretenduar, nuk është as burg lufte as gjë. Pra ka qenë një pretendim i cili është rrëzuar shkencërisht. Ndalin të ngjarjet e Kuksit tash. Deri këtu prokuria shqiptare ka qenë korrekte. Po pretendimet për ngjarjet e Kuksit çfarë ishin? Ka zbatuar letër porosin dhe e them të këtë emër se mund ta gjeni edhe në YouTube, ka dhënë intervistë, ka qenë avokati Ardian Visha, avokati nderuar Ardian Visha, ka marrë pjesë në këto veprime procedurale, ku në Shtëpia e Verdhë nuk ka pasur as edhe një lloj jo krim lufte, jo, po s'ka pasur as një lidhje me ngjarjet e Kosovës, fare. Në 2009 Ardian Visha është larguar nga prokuria. Pra Mati është në rregull. Mati është verifikuar. Jo, flas për këtë të Kuksit, false. Tani te Kuksi këtu lind problemi. Është bërë një refuzim më pas në 2010 nga Ministria e Drejtësisë. Është refuzuar që të verifikohet hetimi i Kukës. Po pse ti kur je i pastër, pse ale të tjerëve në dorë? I kishin verifikuar çfarë pretendime kishin ata dhe pretendimet e Kuksit, aty ke akt akuz për ngjarjet që kanë ndodhur jashtë territorit, sepse bën fjalë gjykata në fjalë, bën fjalë për krimet në ish Jugosllavi, jo jashtë territorit. Kuksi ka qenë territor shqiptar, pra ata nuk kanë pasur jurisdiksion në Shqipëri. Por kur ka qenë viti 2010, ne s'ja kemi dhënë ndihmën juridike aty, dhe kjo ka shërbyer si bazë që nuk shqiptarët vetë nuk e hetojnë këtë çështje. Po ta kishin verifikuar vitin 2010, se janë mbledh copa. Kush ka qenë 2010 te ministria? Kam folur me Dritan Goxha, bëhet fjalë edhe si prokuria dhe Ministria e Drejtësisë kanë refuzuar, kanë bërë një përgjigje refuzuese që ne nuk jetojmë këto ngjarje, ndërkohë që duhet i kishin hetu. Siç ka raste dhe në Serbi, për shembull, po të keni parasysh Serbi, një kamion me trupa të vrarë kosovarësh u hodh në liqen, ishte territori i Serbisë, ata i bën veprimet dhe u gjet kamioni ashtu siç ishin pretenduar dëshmitarë. Dhe këtu do ishin verifikuar në Kukës. Duke e hetuar të tjerë ndërkombëtarët, na kanë lënë dhe Kuksin në shtëpinë. Dhe po të veshre, pjesë e aktit të akuzës është ngjarjet e Kuksit. Pra që është fut, si pasojë e refuzimit ton. Dhe refuzimi jon ka shërbyer si bazë që ata nuk e hetojnë vetë gjërat dhe është fut lojë, Dikmarti janë fut lojë shumë. Pra refuzimi jon është përdorur për të ngritur gjykatën speciale sa e hetuan ato. Po pse mund të jetë bërë refuzim? Nuk ka qenë palë të interesuar. Po palë të interesuar neve gjesa bojmë pjesë të raporteve, kemi ndiku
në kuadrën e nacionalizmit që neve si jetojmë vëllezërit tanë, por mos e timi si pasoj më të rëndë, sepse ti i shmangesh. Kur ka një ngjarje, ti duhet ta verifikosh, nuk kam gjë për të fshef. Në moment që ti, kjo është trajtuar si fshefje që ti po shmangesh. Nuk i ka thonë dim letër porosies organeve serbe, të prokurisë serbe, dhe këtu ti ke dalë keq. Se çat keq ka e vërteta është në Kukës nuk ka ndodhur as genocidi. Ne kemi qenë këtu vetë, i vetmi genocid që ka qenë Kukës ka qenë genocidi ndaj popullit shqiptar, që kanë ardhur me traktor, po të kemi, po t'i mash me historitë e 99-s, kanë pas gratë të përdhunuara, njerëz të dhunuara fizikisht që kanë shpëtuar burrat, pra ka pas genocid nga ana serbe, nuk ka pas kampe në Kukës për trajtim të robëve serb. Por kjo t'ishte verifiku kur ishte të ushtarëve të shtetasve serb, ose qa pretendohet për të popullatës serbe. Dhe kjo ka si që Shqipëria me këtë veprim të vitit 2010... Mos veprim, më sakt. Po, veprim nga në këtyne se e bon atë letrën që e quna ne atë, dhe letrën shërbehu si bazë. Kush ka qenë prokuror aty? Prokuror? Në 2010 Ina Rama ka qenë prokuror e përgjithshme. Në 2011 ndodhi ishte një janari. Po, me 2010 ka qenë Ina Rama, por ka qenë Ministria e Drejtësisë që ka bo refuzimin. Ka qenë edhe... Ministria e Drejtësisë, kush ka qenë atë se majme të ka qëky IPD-s? Nuk e... Ki shkurtër, si ka... A i do këtë qenë. Duhet që t'jemi të saktë dhe për publikun, duhet verifiku letra, duhet pa praktike. Biles ju sugjeroj... Si që është jurist. Eduard Halimi. Halimin duke se ka qenë në atë kohë. Nuk ka qenë Halimi. Nuk ka qenë Halimi. Spekujtojnë. Por në këtë periudhë është bërë një dëm shumë i madh popullit kosovar. Nëse të ta gjemë tani se s'mund t'ja lejmë. Shikoj, unë nga biseda me drejtan Goxha, biles mund të thrisin dhe drejtanin, nga biseda që kam bërë mund të sqarohet. Edhe ky moment është shumë i rëndësishëm. Neve nuk i kemi dhënë popullit atë që duhet, popullit shqiptar. Pra neve vëllezërve tonë kosovar e kemi refuzu hetimin atëherë kur ata kishin nevojë. Ne s'kemi bo popullit shqiptar dhe kosovarët s'kan bo gjo. Kur s'ke bo gjo, pse të mos verifikohet? Pse t'ja lejmë tjerve? T'ja lejmë dik martit me shok. 2009-2013. Ministri i Drejtësisë në detyrë 2009-2013 Eduard Halimi. Ai ka qenë pastaj me fjalë ka qenë Bujari përpara, pasoj Nasib Naço. Po mbaj mend Eduard Halimi ka qenë. Refuzimi po ti shikosh këto që po të them. Edhe Ministria e Drejtësisë ka dorë, ku jepet letër porosia, janë dy sesione, s'mund themi që është vetëm një, është tjetër. Pra, po që dy kanë ndikuar që të mos verifikohet, thehet një letër porosi negative, letër porosi të shkuptohen, që ta kuptohet dhe që dhe nga Interpoli më që të thehet për ekstradim. Neve kërkojmë për shumë Ministri i Drejtësisë. Ne kërkojmë që të bëhet një veprim në Londër. Po. Në Londër. Po. Ne ti kërkojmë autoriteteve të Scotland Yardit në Londër, i dërkohet kërkesa nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, pyet filan dëshmitar. Shkon ai e thet në Scotland Yard, po të kesh parasysh është afër lumit Tamiz, pyetet dëshmitarit, merret deklarimi dhe kjo e dhën i kalon autoriteteve shqiptare. Tani të thot Londra ose të themi ne për ata, nuk i bëjmë. Por pse refuzon atë? Nuk është efektiv ky mjet. Ato janë shumë shkaqe, po një nga shkaqet është dhe kjo refuzimi. Dhe është e vetmja pjesë e akt akuzës që fletë për ngjarjet e Kukësit, ndërkohë që nuk është e vërtetë. Në Kukës janë mbledhur viktimat e genocidit serb, që i përzun se ky është genocid, shpopullimi. Shpopullimi është ardhur në Kukës, pra është krejt e kundërta. Mos krye këtë veprimi ka sjell dhe këtë pasojë të rëndë që një ndër to, se janë shumë fakte, se ato që kanë bërë dosjen kanë përdorur shumë mekanizma. Ai ky tha gjova këtë studio, këtë gjova këtë, edhe ato janë vetëm narrativ, nuk kemi asnjë dëshmitar konkret. Ja vetëm unë e di që filani ai tha këtë dhe ky filani ka qenë me thik në dorë që po i ishte organ. Për një luftë të një ushtrie të organizuar një, se ta pretendojmë për mos veprim të këtyre, jo për veprim. Pra, nuk e bëjnë thacin direkt fajtor, për shembull për krime lufte në një vend apo një tjetër, por e bëjmë fajtor që ky nuk ka dhënë urdhër që ndalonin ata të tjerë të kryejnë krimet e lufte. Ky është pretendim absurd sepse ushtria qeveritare e Kosovës nuk ka qenë ushtri që
ushtria e Kosovës, për shembull, ose siç kemi në ushtrinë e Shqipërisë sot, që ka një komandant, ka një general, ka hierarki, si më thënë, dhe vepron me urdhra. Ajo lindi si revolt i një genocidi që nisi Serbia dhe një masakri që nisi ushtria serbe bashkë me mercenarë të kontraktuar në atë kohë, siç ishin Arkani dhe këta Tigrat, për të vrarë, për të nuar dhe dhunuar dhe bastisur shtëpitë dhe për të çuar në ekzil me qëllim për të pasë genocid. Qëllimi ka qenë mbrojtja e popullatës shqiptare. Nuk ka qenë sulmi ndaj popullsisë serbe në atë zonë. Pra ka qenë komplet qëllim, ka qenë qëllim mbrojtja e jetës dhe shëndetit të qytetarëve të Kosovës, të cilët ne jemi dëshmitar vetë, unë mbaj mend vetë, që kanë ardhur në Shqipëri me karvane, kanë ardhur me karvane, të dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht nga ushtria serbe. Pra është komplet gjë tjetër. Dhe çfarë na kushtonte ne ta verifikoshim këtë gjë? Asnjë gjë. Jemi të pasë, s'kemi gjë. Kur s'ke gjë, çfarë me pshef? Pse djeg mizën në sus, s'ka gjë. Por refuzimi në emër të nacionalizmit, që gjëja neve nuk jetojmë vëllezërit tonë. Çka ka? Ja ti heto tjetrit tash, ti futi 45 vjet zburg. Me ai tha, ky tha, edhe me foto, se çka kishte paraqit ca foto. Nëse shohim çik vendimin e gjykatës, po shohim fotot, po tani shumë 45 vjet, se edhe kur prokurori gabon gjeni bazë dënimit pranueshme, kuptimi që ti korrespondoj, po jo kaq. Tash se ti 25 vjet kërkuan për Ramush Haradinaj dhe shpallën pafajshëm dhe për Balaj. Po pra tani këtu mendoj jemi para rastit të pafajësisë, sepse nuk lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra nuk ka lidhje të drejtë për drejtë. Siç po diskutojmë për protestet. Do të thithësh personin që e hodhi këtë shishe i raktit. Pra ne duhet ta provojmë me prova. Ne s'kemi të provuar një rast që ka ndodhur kjo. S'kemi një akt ekspertimi i gjatë, thjesht me dëshmi. Po me dëshmi tash. Por më shqetëson kjo tjetra, sepse u bë raporti, u bars, që tash duhet të ndërkombëtar të pavarur. Duhet ndërkombëtar të pavarur dhe se çfarë na bën, ose si ndërkombëtarët këtu. Tash edhe ndërkombëtarët këtu vin këtu që edhe ndërkombëtarët rrinë shkojnë në plazh tërkohës edhe kur i bëjnë dashoret në një plazh. Po mirë, pra në plazh edhe se të ishin vetëm mirë, po dashoret. Ose me një burr. Vino, shumë faleminderit për intervistën. Ne do vazhdojmë ato punët tona që patëm nis. Falenderoj për gjithë opinionin tënd, do të ftoj prapë, sidomos nëse kemi ngjarje ose edhe për nëse ka i vendim qoftë edhe për qytet, për gjykatën e Hagës, për personat në fjalë që thamë, heroin të luftës shqiptare të Kosovës dhe edhe për gjëra të tjera që do kenë të bëjnë me aktualitetin shqiptar, qoftë politik, po çfarë ka bëjë dhe me drejtsinë për cilën e ke kushtëndër dhe ekspertizë. Një diçka që se jemi në fund të emisionit, këtë rast të vitit 2010 të refuzimit letë porosit, duhet merrni praktikën nga Ministria e Drejtësisë që të jemi të saktë dhe për publikun, po të jemi të saktë për një diçka të vërtetë që ka ndodhur. Shqipëria këtu i ka rras grushtin ose thikën mas shpine, ka goditur me thikë mas shpine vllajën ton të vogël kosovar. Pra, s'duhet ta kishte bërë këtë. Është duk si lëvizje nacionaliste, por është lëvizje që ka sjell mbrapa. Qoftë këtë bëjnë ata sikur ka pretendime që gja s'kandash. Po s'kandash pra ti, kur s'ke gjë për të shef janë më hati shive. Qatë do shifshin në Kukës? Tunelet. Ja ku janë tunelet. Se tunelet janë ata. Se skanet janë bo, dhe tunelet janë bo që këtë diktaturë, se i bon kosovarët, ose i bon shqiptarët për më shumë. Shu që këtë rast mund t'ja kërkoni ministrisë, nuk ka as edhe një lloj sekreti, se mund të thënë është sekret, mund t'ja kërkoni ministrit, duan praktikën për rastin e refuzimit të letë porosisë të autoriteteve serbe, mund të pyesni dhe Dritan Goxha, japi me numrin e telefonit, edhe unë kam kontaktuar me të, se t'jemi korrekt dhe unë kam mik, thashun, të referoj, po tha, pa problem, mund të sqaroj t'jap sqarimet e mia për të, se është marrë, ka qenë dhe luftatar i UÇK-s, por është marrë dhe me çështjen kombëtare. Shumë. Okej, faleminderit Vin Karanja, do të ftoj sërish, faleminderit miq që na ndoqët, like, subscribe dhe na sugjeroni të miqtë tuaj, kaq kemi nevojë nga ju dhe her pas here nga një koment apo ndonjë ide apo alternativë tjetër, qoftë për biseda në studio apo qoftë ndonjë shqetësimi
të përditshëm tuaj. Faleminderit, vinë edhe herë dhe Faleminderit. mirupafshim.